kemi ministrin ton të financave, po e them që kështu ministri shqiptar të financave, mundet zhvillimi i rajonal të jetë më i mirë infrastrukturor, gjithmonë flas, arsim, shkolla, salla sportive, ujë të pishëm, kanalizime kështu me radhë. Të jetë i mirë në pjesën lindore dhe të jetë i keq në pjesën perëndimore. Pjesës perëndimore është ministri i financave. Pse nuk e kuptoj? Ne nuk dim të menaxhojmë punët kur thon ne është edhe veten aty, apo i shohim ndryshe apo nuk na intereson. Pse mundet për komunën e Shtipit ketë perspektivë, për komunën e Strugës mos ketë? Po i marka, shifni. Jo, ama seriozisht po i shohim në aspekt infrastrukturës po fol. Eksodusi është më i madh në Maqedoninë Lindore. Në Maqedoninë Lindore eksodusi është i pakrahasueshëm me atë në Maqedoninë Perëndimore, mos perspektiva, varfëria. Jo, dakor, po në aspektin e infrastrukturës. Shkoni në qytetet atje në Maqedoninë Lindore, do e shihni se si edhe ata, për shkak se pa BE nuk ka zhvillim të mjaftshëm. Bashkimi kjo BE-ja do na bjerë zhvillim të barabartë rajonal për shembull. Absolutisht po. Vet nuk mundemi pa BE-n ta bëjmë. Nuk deri në një minimum sa mundet një shtet i vogël i izoluar